3 atentate të raportuara ndaj Donald Trump në më pak se 2 vite dhe 10 kërcënime të tjera të parandaluar nga autoritetet amerikane po ndezin alarmin për rritjen e dhunës politike në Shtetet e Bashkuara. Sipas raportimeve, incidente serioze të lidhura me sigurinë e presidentit amerikan janë regjistruar në Butler të Pensilvanisë, në Palm Beach të Floridës, si dhe gjatë aktiviteteve të lidhura me darkën tradicionale të gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë. Ngjarjet kanë shtyrë Shërbimin Sekret Amerikan të intensifikojë masat e mbrojtjes për Trump, ndërsa hetuesit po analizojnë çdo informacion që mund të lidhet me kërcënime të mundshme ndaj tij. Autoritetet amerikane po monitorojnë me kujdes edhe rrjetet sociale, ku, sipas medjave, është konstatuar një rritje e postimeve që mbështesin ose nxisin dhunë ndaj ish-presidentit. Shërbimi sekret thuhet se kontrollon vazhdimisht deklarata, komente dhe përmbajtje online që mund të interpretohen si kërcënim për jetën e Trump apo për sigurinë kombëtare. Ekspertët e sigurisë paralajmërojnë se polarizimi ekstrem politik në SBA ka krijuar një klimë gjithnjë e më të rrezikshme. Sipas tyre, gjua e urrëties, teoritë konspirative dhe retorika agresive po përhapen me ritme alarmante në internet dhe po ushqejnë radikalizmin. Ata theksojnë se tensionet politike janë rritur ndjeshëm përpara zgjedhjeve presidenciale, duke shtuar frikën për incidente të tjera të dhunshme. Ndërkohë, autoritetet federale vijojnë hetimet për personat e dyshuar dhe për origjinën e kërcënimeve, ndërsa siguria rreth Donald Trump mbetet në nivel maksimal.